Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi gjithë juve. Me lejen e Zotit, në këta minuta që i kemi në dispozicion, do të mundohemi që ta përmendim një prej fryteve të Ramazanit, apo thënë ndryshe, një prej qëllimeve objektivave të Ramazanit që Zoti synon nëpërmjet këtij programi neve si besimtarë që ju kemi përgjigjë thirrjes Zotit me agjerim dhe vepra të mira, me na eduku, dhe për këtyre qëllimeve Zoti don që me na ashtu dashninë mes neve dhe Zotit, por të njëjtën kohë me na ashtu dashninë me njëri tjetrin. Pra nëse e analizojmë mirë Ramazanin, e shohim se kur njeriu i përgjigjet Zotit shumë në Ramazan, kjo është shaj që e do Zotin. Edhe rrjedhimisht Zoti e don ata. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Zoti ka përmend në Kur'an ata të cilët besojnë e dojnë Zotin shumë. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, e dojnë Zotin shumë a shumë se sa ata tjerë të cilët adhurojnë idhuj dhe idolë të tjera. Pra ata që besimtarët e dojnë Zotin shumë. Allahu na don neve dhe ma shumë. Kanë thonë dashnia më e lartë është kur Zoti e don robën. E pastaj si rezultat i kësaj dashnie vjen dashnia e dytë, dashnia e robët ndaj Zotit. Si rezultat i kësaj dashnie pastaj vjen lloji tjetër i dashnisë, kur robi e don robën, vllau e don vllaun, motra e don motrën në kështu me radhë. Pra, Ramazani me programin e tij edukativ synon që në mesin e shoqënisë, komunitetit musliman në rand parë, po edhe në komunitetin njerëzor në përgjithësi me shtu dashni. Sepse veprat e mira, punët e mira, sadakaja, lëmosha, humanizmi, aksione pozitive të mirën e shoqënisë janë për gjëra më të vlefshme dhe më të rëndësishme në Ramazan. Këtë këtu edhe jashtë Ramazanit i forcojnë, krijojnë ura. Po çfarë lloj urash? Ura të dashnisë dhe të mëshirës. Pejgamberi alayhis salam kur jemi te Ramazani në lidhje me këtë ka thonë lisaim farhatan. Agjeruesi ka dy lloj gëzimesh. E ka një lloj gëzimi në kohë të iftarit. Momentin kur ai bën iftar, edhe gëzimi tjetër kur takohet me Zotin e tij. Nëse ndalë me analizojmë këtë thonjë të pejgamberit alayhis salam, do ta shohim se gëzimi i parë i muslimanit nuk është se erdhi ushqimi dhe gjatë gjithë ditës ka qenë pa ushqim dhe tash po gëzohet që po vjen ushqimi, edhe pse mund të kuptohet kështu, sipërfaqësisht. Pse gëzohet muslimani në sofrën e iftarit? Sepse besën që ja ka dhënë Zotit e ka qenë vend. Kur është zgjun syfër dhe e ka bën jetë me agjeru ditën, atë ditë vjen iftari, besën që ja ka dhënë Zotit, amanetin që ja ka dhënë Allahut, njetën që e ka bën e ka plotsu. Dhe rrjedhimisht, kjo është gëzim i madh, sepse njeriu ka arrit me forcu vullnetin e tij. Ka arrit me thon vetes, me shtu besimin veten e tij. Sot problemi gati më i madh i njerëzve pothuajse është kur ata e humbin besimin veten e tyre. Kur njeriu nuk i beson vetes, ai është i paaft mi kry obligimet edhe ndaj Zotit, po dhe obligimet ndaj të tjerëve. Pra gëzimi i parë simbolizon sofrën e iftarit, sepse o përmbyll një pjesë e obligimit për cilën ne si musliman syfir jemi zotu që do ta kryjmë. Vjen gëzimi i dytë të pejgamberit kur robi takohet me Zotin e tij. Nuk ka gëzim më të madh se sa kur robi ka qenë rrugën e Zotit. E këtë rast, nëse flasim për agjerimin, e ka kryer agjerimin dhe e takon Zotin, edhe Zoti është i kënaqur me ta dhe ai është i kënaqur me Zotin. Shpesh herë pejgamberi ju ka thonë shokëve, ja u ka rikujtu. Men habba liqa Allah, e habba Allahu liqa'ahu. Kush e don takimin me Allahun, Allahu e don takimin me ta. Gjithçka e ka lidh pejgamberi jon me dashni. Para se me lidh me diçka tjetër,
Pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka lidh me dashni. Shpesh herë kur e kanë pyet e habbul a'mal ila Allah, puna më e dashme te Zoti. E habbun nas ila Allah, njerëzit më dashur te Zoti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Askush për jush nuk ka mundësi me arrit nivelin e besimit kompletun, përderisa nuk ja dëshiron vllaut e vet atë që ja dëshiron vetes. A për veri se gjithçka çka fillon, ka fillu me dashni, sepse feja islame, kjo do të jetë moto e islamit. Jo me frikë, jo me trishtim, jo me dhunë, por njerëzit do të mjafrun rrugën e Zotit me dashni. Kur muslimanët e kanë lënë këtë program, atëherë në mesin e shoqërisë muslimane jem përhap besa shpesh herë edhe arroganca, edhe mendjemadhësia, besa edhe dhuna, edhe përbrenda llojit, përbrenda komunitetit. Thot pejgamberi alayhis salam, njerëzit do të jenë ditën e gjykimit me ato që i dojnë. Me kanë ka morin gjallë njëri ditën e gjykimit, me ato që e don. Prandaj duhet me pas kujdes kanë e don. Njerëzit do të ringjallën ditën e gjykimit me ata që e dojnë. Me atërë rrjedhimisht që e don. Pra, ku njeriu e don një zullumçar, e don një njeri të padrejt, një njeri që i cili natë ditë punon dhe vepron keq, atëherë duhet me pas frikë se është rrezik që morin gjallë me ta ditën e gjykimit. Dietarët thonë, kur njeriu e mbjell pemën e dashnisë në zemër, dhe këtë pemë dashnisë e ujit me ujin e sinqeritetit dhe me pasimin e pejgamberit Muhammedit alayhi salatu wasalam, atëherë në këtë zemër lulzojnë, dalin fryta që njeriu nuk mundet me i shterë kur. Pra kur njeriu e mbjell në zemër dashnin, këtë dashni e ujit me sinqeritet, jo me qenë dashni e verber, po dashni e sinqert, e ujit me ujin e sinqeritetit, dhe zemrës i thot se rruga jote është rruga e Zotit dhe rruga e pejgamberit Allahu xhaleshanuhu. Si ka mundësi me na ushtu neve kjo lloj dashnie në Ramazan? Dashnia për Zotin dhe për robën shtohet nëpërmjet leximit fjalës Zotit. Sa herë e me 10 100 herë këtë xhami kemi thonë, o i rini, keni mësu gjuhë të huja, vazhdoni me mësu gjuhë të huja, kjo nuk është e keq, është pozitive. Pas paku bile mësoni leximin e Kuranit në gjuhën cilën e ka zbrit Zoti. Që të mos privoni nga ky shpërblim i madh që ka leximi, ashtu që Zoti e ka zbrit fjalën e tij. Leximi i Kuranit është prej gjëra më të vlefshme. Por edhe më e vlefshme se leximi i Kuranit është kuptimi dhe puna sipas Kuranit. Kur ka fol Zoti në Kur'an për leximin e Kuranit, çka ka thonë? Çka ka thonë Zoti në Kur'an? Lexoni prej Kuranit ato që ju vjen më lehtë. Çaja sura më lehtë që ju vjen lexoni, çaja jetë që më lehtë ju vjen lexoni. Amo kur ka fol Zoti për kuptimin e Kuranit, e ka përmend Kur'anin në tansi. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Qa është puna njerëzve që nuk përsjaten, nuk thellohen kuptimin e Kuranit, apo është problemi që zemrat e tyre i kanë të mbyllura me dry? Këtë ka përmend tansi Kuranin. A kur e ka përmend leximin e Kuranit, e ka përmend faqra'u ma tayassara minhu, lexoni ata që ju vjen ma lehtë. Ju vjen ma lehtë kulu vallahu, lexo kulu vallahu, një treta, vlera e tij sa një treta e Kuranit. Leximi i Kuranit pse është kaq i rëndësishëm? Sepse lidhet me Ramazan. Ky Ramazani është përvjetori i zbritjes të Kuranit. Në Ramazan Xhibrili ja ka pru Kuranin kuj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam. Çdo Ramazan, pothuajse çdo natë Ramazanit, Xhibrili ka zbrit te pejgamberi alayhi salam dhe kanë mësuar dhe kanë përsërit Kuranin bashkë. Ja ka përsërit, pejgamberi ka lexuar Kuranin, e ka përmend atë që e din, Xhibrili ka përcjell se a është në rregull apo mos ka ndonjë gabim. Se po paramendane, kush mësuesi Muhammedit alayhis salam? Xhibrili. Ambasadori i shpalljes, ambasadori i Zotit.
që e ka dërgu shpallët këtë pejgamberve. Meleku më i vlefshëm. A dini pse ka marrë emrin meleku më i vlefshëm Gjibrili? Sepse ka zbrit fjalë të Zotit për njerëz. Respektivisht për pejgamber. Pra për më na vështu dashnia ndaj Zotit, ndaj Kuranit, ndaj librit të Zotit, duhet sa më shumë me shfletu, me lexu, me meditu rreth fjalës të Allahut xhaleshanu. E dyta që e shton dashninë në Ramazan, edhe për me marr kuptimin në Ramazani muaj i dashnisë, është punë vullnetare. Farzet, obligimet, aja nënkuptohet që duhet kryen. Ato kanë vlerë shumë fish në Ramazan. Mirë, po pse e përmenda nafilet punë vullnetare? Sepse punë vullnetare janë ato të cilat realisht e dallojnë besimtarin prej tjetrit. Ka shumë njerëz i kryejnë farzet, obligimet. Po kur vjen pyetja te fusha e punëve vullnetare që t'i ka obligu Zoti, po ti prej dashnisë që ki ndaj Zotit i bën ato veprime, atëherë këtu shiqohet, domethënë vlera dhe rëndësia e madhe që kanë nafilet apo punë vullnetare. Kur robi, thot Allahu në hadith kutsi, kur robi afrohet me mu, vazhdon mu afru, me nafile, punë vullnetare, çfarë do të qofshin ato? Thot, derisa unë ta dua ato. Pra Zoti kur e ka përmend dashnin, e ka përmend kur i ka përmend punë vullnetare. Prandaj në Ramazani është përplet punë vullnetare. Përplet punë vullnetare, për të cilat kanë vlerë dhe rëndësi jashtëzakonisht madhe. A e doni dashninë e Zotit? Bëni punë vullnetare për hir të Zotit. Qofshin edhe të vogla. Puna e vogël bëhet e madhe kur njeriu e bën vazhdimisht dhe e bën sinqerisht. Puna e madhe bëhet e vogël kur njeriu i mungon sinqeriteti. Dhe e bën një herë në vit ose një herë në 5 vjet apo një herë në 10 vjet. Prej gjonave që e shton dashnin në Ramazan, dashnin rob Zot dhe rob, rrjedhimisht është edhe përmendja e Zotit, dhikri. Ja ejuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju të cilët keni besu, përmendni Allahun shpesh. Ka më mirë se sa? Allah thotë, o ju të cilët keni besu, përmendni Allahun shpesh. Sa ma shpesh që e përmend Zotin, kjo është shaj që e dën Zotin. Njerëzit që i dojnë, Zotit i takon shembulli më i lartë, ne vazhdimisht i përmendëm. Kur na mungojnë një kohë, me njëherë telefonojmë. Cili është telefoni unë në raport me Zotin? 2 recate namaz, një sadaka për hir të Zotit, një përkthjelje e kokës të jetimit, një fjalë të mirë që ja mëson dikujt ose një këshill të mirë që ja mëson dikujt. Pra, një ngatresë, një keqkuptim, një mospajtim mes 2 personave që e largon dhe e shmang, një breng që e largon dikujt. Krejt këto çka janë? E kanë kuptimin vepra dhe punë të mira që Zoti xhaleshanu i don. Elementi tjetër është doja, lutja. Koka e adhurimit. Adhurimi më i lehtë dhe prej adhurimit që mas shumë të Zoti e don. Këtë në përmbyllje për shkak të kohës, po përmbyllim me ajetin ku Allahu xhaleshanu flet dhe thot Muhammedit a.s. nëpërmjet tij dhe neve, Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse jeni prej atyre që e doni Allahun, në thuaj, Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. O musliman, nëse jeni prej atyre që e doni Allahun, pasomni mu, yuhibbukum Allah. Allahu do t'ju doj juve. Që kushti me shku rrugës të pejgamberit a.s. Pse? Sa është modeli i konkretizuar, shembulli më i mirë i një personit që e praktikon programin e Zotit. Yuhibbukumullah, do t'ju dënë Zoti, e para. E dyta, wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe do t'ja falë Zoti gjunahat. Wallahu ghafurur rahim. Allah është falësi më i madh, edhe është mëshiruesi më i madh. Zoti këto ditë që kanë mbet për Ramazanit, na shtof dashnin me zveti edhe dashnin me Zotin. Dine që kur na e dojmë Zotin, Zotin na do neve shumë, ma shumë.
S'ka diçka me amel me mirë se sa robi me dash Zotin dhe rrjedhimisht Zoti me dash robin. Inshallah Zoti na i fal gabimet, shimet, na i pranon ibadetet, adhurimet, na bën prej atyre ato që e flasim e veprojmë. Walhamdulillahi Rabbil alamin.